Me emër të Allahut, mëshirues dhe përdëlimtar i madh. O profet, kur t'i lëshoni gratë, lëshoni në kohën e tyre të caktuar detit dhe llogaritni kohën e pritjes dhe durajoni Perëndis, Zotit tuaj. Mos i dëboni ato prej shtëpive të tyre, por edhe ato mos të dalin, përveç me sa haptazi kanë bërë ndonjë vepër të keqe. Këto janë dispozitat të Perëndis, ai që nuk i zbaton dispozitat e Perëndis, ai vetes i ka bërë dëm. Ti nuk e di se pas kësaj, Perëndia mund të sjellë ndonjë vepër rast për pajtim. Allahu i lartësuar, duke ju drejtuar profetit e tij dhe besimtarëve, thot: O profet, nëse i ndani gratë, dajini në kohën e pastërtisë së tyre, kur ende nuk jeni kontaktuar me to. Nëse vendosni që të divorconi gruan, duhet ta bëni brenda udhëzimeve të shariatit. Nuk duhet të nxitoni ta kryeni divorcin menjëherë, që në çastin kur ndodh shkaku i tij, duke mos marrë në konsiderat porositë e Allahut të lartësuar rreth kësaj çështjeje. Një rregull që duhet patur parasysh është ai që thot Allahu i lartësuar, dajini ato në prag të hyrjes së kopritjes së tyre. Kështu, divorci duhet të kryhet gjatë kohës kur gruaja është e pastër, domethënë jo në kohën e periudhave të saj dhe kur burri nuk ka kryer marrëdhënie me të pastrimit. Në këtë mënyrë, kopritja e gruas është më e qartë dhe më e lehtë për t'u përcaktuar. Nëse burri do të deklaronte divorcin gjatë kohës së ciklit mujor të saj, ky cikël nuk do të llogaritet në kopritjen e saj dhe, në këtë mënyrë, pritja e gruas do të ishte më e gjatë, sepse do të shkonte në 4 cikle, gjë që është në dëm të gruas, duke e vështirësuar çështjen e saj. Gjithashtu, nëse burri do të deklaronte divorcin kur gruaja nuk është në periodat, por gjatë kësaj periudhe ai do të kishte kryer marrëdhënie me të, atëherë përsëri kopritja nuk do të sjellte sigurinë e nevojshme, sepse gruaja mund të ketë mbetur shtatzën ndërkohë. Për këtë arsye, Allahu i lartësuar na mëson kohën rregull të deklarimit të divorcit. Ai nuk kryhet që në momentin kur gruaja ka bërë hak të divorcohet për shkaqe të caktuara, por pasi ajo është pastruar nga periodat dhe burri ende nuk ka kryer marrëdhënie me të. Me pas, Allahu i lartësuar na urdhëron që të përllogarisim mirë kopritjen e liderja gruas, kohën e pritjes llogariteni mirë, këtu paraqiten disa raste. 1. Nëse gruaja është e tillë që i kalon tepër muajshmet, pra nuk është shtatzëm ose nuk i pret me periodat për shkak të menopauzës, ose ende nuk i kanë ardhur periodat e para, atëherë koha e pritjes llogaritet me ardhin e 3 cikleve. Me fjalë të tjera, pas deklarimit të divorcit, gruaja duhet të presë që të shohë periodat 3 herë rresht. Me të parë periodat e treta, kopritja e saj është plotësuar. Nëse gruaja është nga ato që nuk kanë perioda dhe nuk është shtatzën, koha llogaritet me muaj. Në këtë rast, ajo pret plot 3 muaj hënor. Nëse gruaja është shtatzën, atëherë koha e pritjes është derisa ajo të lindë fëmijën. Gruaja duhet ta llogarisë drejt dhe sakt kohën e pritjes, sepse kështu ajo përmbush porosinë e Allahut, jep hakun e burrit të saj që e divorcon duke mos e ngarkuar atë me shpenzimet ndaj saj për një kohë më të gjatë se sa ka detyrë dhe hakun e burrit tjetër, nëse ajo do të martohet me pas. Kjo është më e mirë dhe më e pastër për të gjithë. Nëse llogaritet mirë koha e pritjes, të gjithë kanë për të qenë më të qetë dhe më të qartë për të drejtat dhe detyrimet e ndërsjellta. Urdhri për llogaritjen e drejtë të kopritjes i drejtohet gruas, nëse ajo është e përgjegjshme ligjërisht, nëse jo, atëherë urdhri drejtohet kujdestarit ligjor të saj. Me pas, Allahu i madhruar na udhëzon për devotshmëri dhe drejtësi dhe keni frikë Allahun, Zotin tuaj. Pra, jeni të devotshëm ndaj Allahut të lartësuar, duke zbatuar porositë e tij në të gjitha çështjet. Friksojuni Zotit dhe plotësoni me drejtësi çdo detyrim kundrejt grave tuaja kur i divorconi ato. Mos i nxjini ato prej shtëpive të tyre. Mos i nxjeni gratë e divorcuara nga shtëpitë e tyre gjatë kohës së pritjes. Ato duhet të qëndrojnë në shtëpinë e bashkëshortit, në atë shtëpi ku ai divorcon. Ndërkohë, burri e ka detyrin strehimin dhe shpenzimet për gruan e divorcuar gjatë kohës së pritjes së saj, prandaj nuk lejohet që ai ta cënojë këtë përgjegjësi ndaj saj. Edhe për gruan është një ndalesë dhe ato, gjithashtu të mos dalin. Gruas nuk i lejohet që të largohen nga streha bashkëtorë, sepse kjo do të ishte shkelje e përgjegjësive ndaj burrit. Këto porosi, qoftë për burrin, qoftë për gruan, vazhdojnë të jenë në fuqi deri në përfundim të kopritjes. Por Allahu i lartësuar bën përjashtim për raste të caktuara, kur thotë, vetëm nëse ato sillen haptas në mënyrë të shëmtuar. Nëse gruaja shfaq sjellje të shëmtuar, aq sa e bën të detyrueshme nxjerrjen e saj jashtë, dhe nëse ajo u shkakton probleme të rënda banorëve të tjerë të shtëpisë me fjalët dhe veprat e keqija të saj, atëherë burrit i lejohet që ta përzorë nga shtëpia, sepse është ajo që e shkakton këtë veprim. Strehimi i gruas në shtëpi bëhet për respekt ndaj saj, gjë të cilën ajo nuk e meriton kur e përdos vetë me sjelljen e saj. Kështu veprohet në rastin e divorcit kur burri mund ta kthejë përsëri gruan e tij gjatë kopritjes. Ky quhet talak agji, divorci i kthyeshëm. Ndërsa me talak bajn, divorcin e pakthyeshëm, burri nuk e ka për detyrë strehimin dhe shpenzimet për gruan e divorcuar. Këto janë ligjet e Allahut.
E kush del jashtë ligjeve të Allahut e ka dëmtuar rënd vetëm. Këta janë kufit e Allahut që ai ka vendosur për robërit e tij. Janë ligjet e tij për ta që t'i zbatojnë me përpikmëri. Kush nuk i përmbahet kufive të Zotit, por i shkel ose i tënon ato, ai ka bërë pa drejtësi vetes, duke u privuar nga mirësitë dhe begatitë e shumta që sjell zbatimi i porosive të Zotit. Duke mos e nështruar veten në zbatimin e porosive të Allahut, robi humbet lumturinë e dinjas dhe të ahiretit. E ku mund ta dish ti? Pas kësaj, Allahu mund të sjellë diçka tjetër. Allahu i madhruar rregulloi çështjen e divorcit dhe të kopritjes me dispozita, në të cilat fshihen urtësitë e shumta dhe të mrekullueshme. Prej tyre mund të përmendim 1. Gjatë kopritjes, kur gruaja qëndron në shtëpinë e burrit, ndoshta Allahu i madhruar bën që në zemrën e bashkëshortit të zgjohet mëshira, butësia dhe dashuria për gruan e tij, dhe kështu çifti ribashkohet në një fillim të ri. Kur burri divorcon gruan për ndonjë problem që vjen prej saj, atëherë gjatë kopritjes ky problem mund të ndreqet e kështu bëhet i mundur ribashkimi. 3. Koha e pritjes është e nevojshme për gruan që të verifikohet se ajo nuk është shazën nga burri që e ka divorcuar. Në surën Bekare, ajeti 229, i lartësuari thotë, ndarja mund të bëhet 2 herë. Pra, ndarja pas e cilës burri ka të drejtë që ta rikthejë gruan e vet, është e lejuar të bëhet vetëm 2 herë. Kështu, burrit i jepet mundësia për ta rikthyer gruan e tij vetëm 2 herë. Kaq është mëse e mjaftueshme që ai të reflektojë kundrejt gruas së tij ashtu si duhet. Nëse veprimi përsëritet më shumë se 2 herë, atëherë nuk konsiderohet i drejtë, madje mund të jetë tregues që me ndarjen dëshirohet ruajtja dhe lëndimi i gruas. Vëri që e përsërit një veprim të tillë kundrejt gruas ti tregon se ai nuk ka qëllim që të jetojë me të normalisht, madje si në ndëmtimin e saj. Për këtë arsye, Allahu i lartësuari urdhëron burrat që pas bashkimit prej ndarjes së dytë të kenë ose jetesë bashkëshortore normale ose divorc me mirëkuptim. Këto 2 raste quhen talak ragji, ndërsa për herë të tretë divorci konsiderohet bajë i pakthyeshëm dhe, siç thotë i madhruari, e nëse ai e ndan sërish atë, pas kësaj atij nuk i lejohet me ta rimarrë, derisa ajo të martohet me një burr tjetër. Pra, pas ndarjes së tretë, burrit nuk i lejohet me që ta kthejë gruan e tij, derisa të plotësojë disa kushte. Së pari, ajo duhet të martohet me një burr tjetër. Temi martesë në sheriat nënkupton martesë të plotë, me të gjitha kushtet e saj, përfshirë edhe marrëdhënie intime mes bashkëshorteve. Së dyti, martesa e gruas me një burr tjetër duhet të jetë me dëshirë dhe jo me qëllimin që ajo të mund të kthehet te burri i parë. Dhe, derisa të arrijë afati i caktuar, ju mbani ato me mënyrë të arsyeshme, ose ndahuni me to në mënyrë të pëlqyeshme dhe merrni 2 dëshmitar të drejtë prej jush dhe zbatoni dëshminë e plot për Zotin e Madhërueshëm. Kjo është këshill për ata që i besojnë Perëndis dhe ditës së Kiametit, e kush i dron Perëndis, ai i bën rrugdalje atij. Kur ato t'i afrohen mbarimit të afatit të tyre, të pritjes, atëherë, ose mbajini si duhet, ose ndajini si është më e mira. Kur afrohet fundi i kopritjes, burri është ende në kohë të bëjë zgjedhjen e tij, ose ta mbajë gruan me mirësi e mirëkuptim, duke përmbushur detyrimet e ndërsjeta, ose ta lëshojë atë. Por nëse koha e pritjes mbaron, ai nuk ka më të drejtë ta kthejë atë grua, vetëm me një akt të ri martesor. Nuk lejohet që burri ta kthejë me atë, sepse kështu e bën të vuajë më shumë. Edhe ndarja duhet të bëhet sipas rregullave islame, me drejtësi dhe larg harameve, larg fyerjeve dhe pa e shtrënguar gruan që t'i marrësh mbrapsht pasurinë me që i ke dhënë. Për këtë kërkoni të dëshmojnë 2 dëshmitar të drejtë nga mesi juaj. Qoftë kur bëni divorcin, qoftë kur e ktheni gruan, merrni 2 dëshmitar të drejtë nga mesi juaj, domethënë 2 burra musliman që janë të drejtë të ndeshëm. Nëpërmjet kësaj dëshmi pritet rruga çdo keqkuptimi e grindjeje. Gjithashtu, nëpërmjet dëshmisë, të drejtat e përgjegjësitë nuk mund të fshihen apo të shkelen padrejtësisht. Pastaj Allahu i lartësuar u drejtohet dëshmitarëve dhe u thotë: "Dëshminë bëjeni me korrektësie për hir të Allahut. Dëshmoni me drejtësi dhe saktësi, pa shtuar dhe paksuar gjë. Me dëshminë tuaj, të synoni kënaqësinë e Allahut të lartësuar dhe mos e shtrëmbëroni atë për hir të lidhjeve shoqërore e farefisnore. Kështu këshillohet ai që i beson Allahut dhe ditës së fundit. Nga këto rregulla merr mësim ai që beson Allahun dhe ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim se besimi në Allahun dhe ditën e gjykimit është një nga shkaktarët më të fortë që e bën njeriu që të përfitojë nga këshillat e Zotit, të japë përparësi ahiretit dhe të kryejë punë të mira sa të ketë mundësi. Ndryshe ndodh me njeriu që e ka zemrën larg prej imanit. Atë nuk e shqetëson as pak likësia dhe humbja ku është shtytur dhe këshillat nuk i bëjnë as pak dobi. Dhe e furnizon atë prej nga nuk e pret, kushto që mbështetet te Perëndia, ai mjafton atij. Perëndia, me të vërtetë, i zbaton deri në fund punët e tij. Perëndia, për çdo gjë ka caktuar afatin. Kush bëhet i devotshëm ndaj Allahut, ai jep rrugë zgjidhje për gjithçka dhe e furnizon prej nga nuk e pret. Duke qenë se divorci sjell shëtitësim, trishtim e ngushtim për robin, Allahu i lartësuar urdhëron për devotshmëri ndaj tij. Ai na urdhëron që,
edhe në këtë gjendje të vështirë, të përkushtohemi në zbatimin e porosive të tij. Nëse burri e kryen divorcin brenda normave të sheriatit, ashtu siç u përshkrua më lart, atëherë ai ka hapësirë zgjedhjeje, pasi edhe mund ta kthejë këtë vendim, nëse ndron mendje. Atij që vepron në këtë mënyrë, Allahu i Lartësuar ka për t'i sjellë çlirim, lehtësi me rrugëdaljen nga vështirësia. Edhe pse ai t'i flet veçanërisht për divorcin, më i rëndësishëm është aspekti gjithëpërfshirës i tij. Në këtë mënyrë, ajeti tregon që çdo kush që i friksohet Allahut, duke qëndruar brenda kufive të tij për çdo çështje, duke synuar me këtë arritjen e kënaqësisë së Allahut të Lartësuar, do të shpërblehet nga ai me plot të mira në dynja dhe në ahiret. Ndër shpërblimet që Allahu i Lartësuar premton për devotshmërinë është edhe qirimi, lehtësimi ose rrugëdalja në çdo situatë të rëndë. Ashtu sikurse ai që i friksohet Allahut do të gjejë çlirim dhe lehtësim, ashtu edhe ai i cili nuk tregohet i devotshëm e ka gjithmonë të vështirë daljen nga situatat e krizës, pasi e ka lidhur vetëm me prangat e mosbindjes. Le të marrim shembullin e divorcit. Nëse robi nuk tregohet i devotshëm, pra nuk zbaton porositë e Zotit në këtë çështje, por e kryen divorcin jashtë normave të caktuara, si për shembull, duke deklaruar divorcin 3 herë në një moment, ai ka për t'u penduar thellë për veprimin e tij, por tashmë nuk mund të rregullojë me asgjë. Gjithashtu, atij që tregohet i devotshëm, Allahu i Lartësuar ka për t'i lehtësuar riskun dhe mirësitë në mënyra që robi kur nuk i ka llogaritur apo menduar. Kush i mbështetet Allahut, mjaftohet me të. Për robin që i mbështetet Allahut në çështjet e fesë dhe të dynjas, duke i kërkuar ndihmë atij për arritjen e të mirave dhe për mbrojtjen nga të keqijat, duke qenë i bindur se kjo ndihmë do t'i jepet, Allahu i Lartësuar do të jetë i mjaftueshëm për të. Allahu i Lartësuar do ta ndihmojë patjetër këtë njeri për nevojat që ka. Allahu i Lartësuar është më i pasuri, i fuqishmi, krenari dhe i gjithëmshirshmi. Allahu është më pranë robit se çdo gjë tjetër. Ai mund t'i plotësojë lutjet dhe kërkesat e robit menjëherë, në çast dhe pa u vonuar. Por ndoshta urtësia e tij e kërkon që përgjigjja të vonohet për një kohë më të përshtatshme. Prandaj i Lartësuari thotë, Allahu ka për ta realizuar vendimin e tij dhe ai e ka përcaktuar çdo gjë me korrektësi. Çdo orë dhe ligji i tij do të ekzekutohet patjetër, por Allahu i Lartësuar ka përcaktuar kohën, vendin dhe masën e çdo gjë dhe asgjë nuk mund të dalë jashtë përcaktimit të tij. E ato gra tuaja, të cilat kanë humbur shpresën për ciklin e tyre të grave, nëse dishoni për këtë, koha e tyre e pritjes është 3 muaj, si dhe tek ato që nuk kanë pasur ciklin mëjor të femrave. Kurse, tek ato që janë shtatësën, afati i tyre i pritjes është deri në linjën e fëmijës. Kush i druan Perëndis, ai ja lehtëson çështjen atij. Allahu i Lartësuar na mësoi që një divorc i rregullt kërkon të plotësohen disa rregulla, mes të cilave edhe kopritja e lidhë. Në vijim tregohen disa rregulla që lidhen me kopritjen, në raste të ndryshme, por ato gra, të cilave u është ndërprer cikli mujor, nëse nuk jeni të sigurt për to, dijeni se koha e pritjes e tyre është 3 muaj, flitet për gratë që kanë pasur menstruacione, por pastaj u janë ndërprer për shkak të moshës ose për shkaqe të tjera, dhe nuk shpresojmë që ato të kthehen. Kopritja e kësaj kategorie është 3 muaj. Kështu, në vend të çdo periudhe llogaritet një muaj, por ka që është edhe për ato që ende nuk u kanë marrur të përmuajshmet. Domethënë, për vajzat që ende nuk u kanë ardhur periodat për shkak të moshës shumë të re, ose për ato vajza të rritura të cilave ende nuk u kanë ardhur periodat plotësisht dhe qartësisht. Edhe këto konsiderohen si kategori jeme sipër me, për sa i përket kopritjes. Ato duhet të presin 3 muaj. Kopritjen e grave që u kanë ardhur rregullisht periodat, Allahu i Lartësuar e ka përcaktuar në surën Bekare, ajeti 228, u thotë, gratë e divorcuara janë të detyruara të presin deri në 3 perioda. Për shtatzanat, afati i pritjes është derisa ato të lindin. Kështu, koha e pritjes e tyre nuk matet as me muaj dhe as me perioda. Kush bëhet i devotshëm ndaj Allahut, ai ka për t'i lehtësuar punët. Atij që i druhet Allahut i Lartësuar, duke zbatuar porositë e tij, Allahu ja lehtëson çështjet dhe çdo gjë të vështirë ja bën me të thjeshtë. Dietarët kanë mendime të ndryshme rreth kuptimit të fjalës kurrën, që është e përmendur në ajet. Kështu, disa janë të mendimit se ajo tregon ciklin e menstruacioneve. Pra, sipas këtij shpjegimi, gruaja e ndarë duhet të presë derisa të kalojnë 3 cikle menstruacio, nish. Ndërsa të tjerë mendojnë se me fjalën kurrën është për qëllim shikimi i pastrimit pas përfundimit të menstruacio, neve. Sipas këtij mendimi, gruaja e ndarë duhet të presë sa të bën 3 periudha pastrimi. Megjithatë, më i saktë është mendimi i parë, që thotë se kur quhet cikli i menstruacioneve. Pra, sipas mendimit më të saktë, gruaja duhet të presë që asaj t'i vinë 3 herë të përmuajshmet. Ja, këto janë dispozitat e Perëndis që u ka shpallur juve, e ai që i druan Perëndis, ai Perëndia ja shyen atij veprat e keqija dhe ja rrit atij shpërblimin. Ky është gjykimi i Allahut, të cilën e shpalli për ju. Këto rregullat e Zotit, që ai ju qartësoi mirë, duhet të trajtohen nga ju ashtu siç e meritojnë, domethënë, duke i zbatuar dhe plotësuar me dëshirë dhe madhërim.
Kush bëhet i devotshëm ndaj Allahut, ai ambulon tek keqia dhe i ashton shpërblimin. Kështu, ky njeri shpëton nga çdo e keqe dhe arrin të realizojë çdo synim të tij, duke u kënaqur. Leni ato të banojnë aty ku banoni edhe ju, sipas mundësive tuaja, dhe mos ju bëni vështirësi atyre për t'i detyruar që të dalin. Nëse janë shallxën, furnizoni derisa të lindin. Nëse fëmia furnizohet me gjiun e nënës, paguajuni atyre nënave shpërblimin dhe merroni vesh me të mirë. Nëse ekzistojnë vështirësi, atëherë le ta ushqejmë me gjë tjetra. Sipas mundësisë suaj, vendosini ato në të njëjtin vend ku banoni edhe vetë. Në fillim të kësaj sureje, Allahu i lartësuar e bëri të ndaluar nxjerrjen e gruas së divorcuar nga shtëpia e burrit në kohën e pritjes. Ndërsa në këto ajete, ai përcakton mënyrën dhe masën e kujdesit ndaj saj. Strehimi dhe shërbimet për të duhet të bëhen ashtu si e kërkon zakoni për sojin dhe nivelin shoqëror të burrit dhe të gruas. Sigurisht, kjo të bëhet brenda mundësive të burrit, duke mos e rënduar atë mos i ngushtoni për t'i detyruar të dalin. Mos e ngushtoni grua me fjalë, vepra dhe me sjellje të vrasht, që ta detyroni atë të dalë nga shtëpia para plotësimit të kopritjes, sepse në këtë mënyrë, edhe pse ajo mund të duket sikur del me dëshirën e saj, jeni ju që e keni detyruar, gjë për të cilën Allahu ju ka ndaluar. Është e vërtetë që Allahu i lartësuar e ka ndaluar edhe gruan që të dalë nga streha bashkëtorë përgjatë kopritjes, por kjo s'do të thotë që ajo të torturohet me vështirësi dhe pa drejtësi. Në qoftë se ato janë shtatzana, atëherë shpenzoni për të derisa ta lindin fëmijën. Nëse gruaja e divorcuar është shtatzën, është detyrë për burrin të kujdeset për të. Kjo bëhet për shkak të frytit që ajo mban në barkun e saj. Edhe një herë, e theksoj, kjo është detyrë në rastin e divorcit të kthyeshëm talak ragji. Ky detyrim përfundon me lindjen e fëmijës. Pas lindjes, ajo ose ushqen me gjithë fëmijën e saj ose jo, sipas rregullit të përcaktuar nga Allahu i lartësuar. Nëse ato u japin gjithë fëmijëve, atëherë jepuni atyre shpërblimin që u takën. Është detyrë për burrin që ta paguajë nënën e fëmijës për gjithënjen, sipas marrëveshjes mes tyre, nëse ka marrëveshje. Nëse jo, ajo meriton të trajtohet një lloj si gratë ngjashme të fisit të saj dhe uroni njëri tjetrin për mirë. Të dy bashkëshortët duhet ta urojnë njëri tjetrin për çdo gjë që u sjell mirësi për dynjan dhe ahiretin e tyre. Braktisja e urimit për të mirë dhe largimi nga të keqia sjell dëmet që mund t'i di dhe përshkruajë vetë se Allahu i lartësuar. Kjo porosje është mëse dobishme për rastin e fjalë, sepse gjatë kopritjes, sidomos kur gruaja është shtatzën, hapen debate e mosmarrëveshje për çështje të ndryshme, si masa e shpenzimeve për gruan apo edhe për fëmijën pas ndarjes etj. Të gjitha këto nxisin urrëtie, armiqësi dhe grinje, të cilat bëjnë që robi të shkelë kufijtë e Allahut. Ndërsa udhërimi për të mira dhe nxitja për devotshmëri në mënyrë të ndërsjellë të zbut atmosferën e rënduar dhe siguron drejtësinë, aq të vështirë për të çuar në vend. Ligji i Zotit na mëson që të sillemi mirë, me butësi, mëshirë dhe tolerancë dhe të mbajmë drejtësi në çdo gjendje dhe situatë. Në qoftë se keni probleme mes jush, atëherë le ta ushqejmë me gjinje tjetër. Nëse nuk jeni dakord për gjithënjen e fëmijës, atëherë zgjidhni një gjithënse tjetër sipas rregullit. Allahu i lartësuar thot në një ajet tjetër, nëse ju dëshironi gjithënse tjetër për fëmijën tuaj, kjo nuk përbëndon një gjinoj për ju, me kush që pagesën t'i ja bëni në mënyrën e duhur. Ki jeni frikë Allahun dhe dijeni se Allahu ju sheh se çfarë bëni. Bekare 233. Kështu veprohet nëse fëmia pranon gjirin e grave të tjera, veç me nënës së tij. Por nëse fëmia pranon vetë gjirin e nënës së tij, atëherë ajo e ka detyrë gjithënjen. Madje, nëse refuzon që ta bëjë këtë shërbim, nëna detyrohet që ta bëjë një gjë të tillë, sigurisht kundrejt një vlere, e cila paguhet nga babai ose kujdestarët e fëmijës. Për këtë merret për bazë masa që u jepet gjithënësave të fisit të saj, nëse nuk bien dakord për pagesën. Ky gjykim është përnxjerrë nga kuptimi i ajetit. Kur fëmia është në barkun e nënës, është e detyrueshme për kujdestarin e tij babain të shpenzojë për të dhe për nënën. Pas lindjes, nëse fëmia mund të ushqehet me gjë edhe nga gjithënëset e tjera, përveç nënës së tij, Allahu i lartësuar jep dy alternativa për kujdestarin babain e fëmijës, ose pagesën e nënës së fëmijës për gjithënjen e saj, sipas një marrëveshjeje mes palëve, ose për zgjedhjen e një gjithënse tjetër, kundrejt pagesës së planuar. Ndërsa kur fëmia nuk pranon gjë tjetër veç xhirit të nënës, atëherë situata e ngjankohës kur fëmia është ende në barkun e nënës, prandaj nëna ka detyrë ta ushqejë me gjë, ndërsa kujdestari i fëmijës e ka për detyrë mbulimin e shpenzimeve. Në vijim, Allahu i lartësuar përcakton masën e këtyre shpenzimeve në varësi të gjendjes së burrit, duke thënë, shite surja Bekare, vel. 206. Allahu i lartësuar thot, nënat le t'u japin gjithfoshnjave të tyre 2 vite të plota, për ato që duan ta plotësojnë gjithënjen. Jati i fëmijës ka përgjegjësi për furnizimin dhe veshmbathjen e tyre, ashtu si është zakoni. Askush nuk ngarkohet me të përsesa ka mundësi. Nënat e mos dëmtohet me fëmijën e saj, e as babai me fëmijën e tij.
edhe trashëgimtari ka të njëjta përgjegjësi. E nëse pas një konsultimi dhe pëlqimi, ata vendosin për ndërprerjen e gjithënjes, kjo nuk përbën ndonjë gjëna për ta. Nëse ju dëshironi gjithënjes së tjetër për fëmijën tuaj, kjo nuk përbën ndonjë gjëna për ju, me kush që pagesën t'i ja bëni në mënyrë të duhur. Ruajuni prej Allahut dhe dijeni se Allahu i sheh se çfarë bëni. Bekare 233. Le të shpenzoj pasaniku sipas pasurisë që ka, por ai që ekonomikisht ka mungesa, le të shpenzoj nga dhëna e Perëndisë. Perëndia nuk e ngarkon as më tepër se sa i ka dhënë. Perëndia, me siguri, pas vështirësisë, sjell lehtësi. Ai që është i pasur, le të shpenzoj sipas mundësisë së vet, e ai që ka pak pasuri, le të jap nga ajo që i ka dhënë Allah. Sigurit që është i pasur të shpenzojë si të pasurit dhe jo të tregohet kopratës duke shpenzuar poshtë nivelit të tij. Ndërsa ata të cilët janë të varfër ose janë ngushtë, duhet të shpenzojnë nga ajo pasuri që Allahu ka dhënë dhe ua ka lehtësuar. Allahu i lartësuar thot, Allahu nuk e ngarkon asnjë më shumë se sa i ka dhënë. Kjo përshtatet plotësisht në urtësinë dhe mëshirën gjithëpërfshirëse të Allahut të Madhëruar, i cili nuk ngarkon asnjë përtej mundësive të tij. Madje, Allahu ja lehtëson gjendjen atij që është në vështirësi. Çdo kush ngarkohet aq sa i është dhënë mundësia për të përballuar. Kështu realizohet sprova në këtë dynja, qoftë në çështjen e shpenzimeve, qoftë në çdo çështje tjetër. Me te, i lartësuari thotë, pas vështirësisë, Allahu sjell lehtësim. Ky është një përgëzim për ata që janë në vështirësi, se Allahu i lartësuar ka për t'ua larguar sprovën, madje do t'ua kthej atë në preje dhe qetësi, sikurse thot në një ajet tjetër, pa dyshim, pas vështirësisë vjen lehtësimi. Vërtet, pas vështirësisë vjen lehtësimi. Inqira 5:6. Shumë vendbanime u janë larguar urdhërave të Zotit e vet dhe profetëve të tij. Ne do të kërkojmë prej tyre llogari precize dhe do t'i dënojmë me dënin të ashpër. Allahu i lartësuar na tregon për ndëshkimin që ai u ka dhënë popujve të shkuar, të cilët mohuan profetët dhe refuzuan të nështroheshin ligjit të Zotit. Atyre nuk u bëri as pak dobi fuqia dhe numri i tyre i madh për të mbrojtur nga llogaria e ashpër dhe ndëshkimi i dëmshëm. Allahu i Madhëruar dërgoi mbi secilin prej tyre atë lloj ndëshkimi që e meritonin me veprat e tyre. Ky ishte ndëshkimi i tyre në dynja, ndërsa në ahiret dënimi është shumë herë më i ashpër. Allahu i lartësuar thot, Allahu ka përgatitur për ta dënim të rënd, prandaj friksojuni Allahut, o njerëz të mençur që keni besuar. Ajeti u drejtohet njerëzve të mençur, të cilët i kuptojnë mirë porositë e Allahut. Ai i cili shkatërroi popujt të shkuar për shkak të mohimit të tyre, kështu ka vepruar gjithsesi dhe kështu do të veprojë me të gjithë ata popull që bëjnë të njëjtin krim. Nuk bëhet asnjë diferencë mes atyre që kanë cilësi të njëjta, për sa i përket shpërblimit dhe ndëshkimit. Me pas, Allahu i lartësuar u kujton robërve të tij Kur'anin kujtuesi, të cilën ia shpalli Muhamedit asë. Ai u thot, gjithashtu, që të mos bëhen si ata popull të shkuar, që mohuan profetët e tyre. Allahu i lartësuar e dërgoi Muhamedin asë, me udhëzim të qartë, për t'i nxjerrë krijesat nga errësirat e kufrit, ignorancës, poshtërsive dhe mosbindjes në dritën e imanit, ditërisë, devotshmërisë dhe bindjes ndaj tij. Sidoqoftë, jo të gjithë njerëzit besojnë. Ka prej atyre që nuk besojnë. Për ata që besojnë, Allahu i lartësuar thot, kush i beson Allahut dhe bën vepra të mira, ai do ta fusë në kopshte, në për të cilët rrjedhin lumenja ku do të jetë përgjithmonë. Këta besojnë Allahun e lartësuar duke u bazuar në detyrit të saktë dhe të qartë, e cila ka ardhur prej shpalljes dhe punojnë sipas kësaj shpalljeje me sinqeritet për të kënaqur Allahun e lartësuar. Për të tillët, Allahu i lartësuar premton se do t'i fusë në xhenete, në për të cilët rrjedhin lumenj dhe ku do të kenë mirësi të përjetshme. Atje do të kenë atë që syri s'e ka parë, veshi nuk e ka dëgjuar dhe as mendja nuk e ka përfituar. Përveç kësaj, Allahu ka për t'i dhënë atij një jetë të mirë. Ndërsa ata të cilët nuk besojnë Allahun dhe të dërguarin e tij, ose që nuk kanë besim të saktë, të bazuar në dije të qartë dhe nuk bëjnë me sinqeritet vepra të mira sipas këtij besimi, ata do të jenë banorë të zjarrit, ku do të qëndrojnë përgjithmonë. Ata e kanë shijuar dënimin e veprave të tyre dhe fundi i tyre ka qenë shkatërim. U tefsiru suret Talak, ajet 8. Perëndia ka përgatitur për ta dënim të rënd, prandaj duajuni Perëndisë mos e kundërshtoni, o njerëz mentar, ju që keni besuar. Perëndia, madje, ju ka dërguar udhërfyesin. U tefsiru suret Talak, ajet 8. Një profet, i cili ju shpjegon argumentet e qarta për t'i nxjerrë ata që besojnë dhe punojnë vepra të mira nga errësira në dritë. Ai që beson Perëndin dhe punon vepra të mirë, ai Zoti do ta shpijat në kopshtet e xhenetit, në për të cilët rrjedhin lumenj dhe do të qëndrojnë aty përgjithmonë për jetë e mot. Perëndia i jep atij furnizim të mrekullueshëm. U tefsiru suret Talak, ajet 8. Perëndia është ai i cili ka krijuar 7 qiell dhe as pjesë të tokës, në to zbatuan urdhrat e tij.
për ta ditur ju që Perëndia është i plotfuqishëm dhe se, me të vërtet, dijenia e Perëndisë ka përfshirë të gjitha. Allahu është ai që krijoi shtatë qiell dhe toka po aq sa ata. Ne për to zbret vendimi i tij për të qenë të bindur se Allahu është i plotfuqishëm për gjithçka dhe se me të vërtetë Allahu ka përfshirë gjithçka me dijen e vet. Është Allahu i lartësuar ai që krijoi shtatë qiell dhe gjithçka në to, ashtu si edhe shtatë tokat dhe gjithçka në to. Është ai që krijoi edhe gjithçka mes tyre dhe që vendosi ligjin e gjithësinë e tij. Allahu i lartësuar është ai i cili vendosi ligjet fetare, të cilat u shpalli profetëve të tij për të këshilluar, usuar, përgëzuar dhe qortuar robërit. Edhe ligjet e gjithësisë që rregullojnë funksionimin e krijimit janë vendosur nga Allahu, i urtë, i gjithë dituri dhe i plotfuqishëm. Të gjitha këto, krijimin e qiejve, tokës e gjithçka mes tyre, vendosin e ligjeve të funksionimit të gjithësisë dhe zbritjen e shpalljeve, Allahu i lartësuar i bëri që krijesat ta njohin madhështinë e tij, diturinë dhe urtësinë e tij, pushtetin dhe krenarinë e tij. Pushteti dhe dituria e tij përfshin gjithçka. Nëse robërit do ta njohin Zotin e tyre me emrat dhe atributet e tij të plota dhe bukura, do ta adhurojnë atë, do ta duan me gjithë shpirt dhe do të plotësojnë çdo detyrë ndaj tij. Atëherë, qëllimi i krijimit dhe i ligjeve të vendosura është njohja e Allahut të lartësuar dhe adhurimi i tij. Njohja e Allahut dhe adhurimi i tij është qëllimi i jetës për adhuruesit e sinqertë të Allahut, ndërkohë që zullumçarët i kthejnë shpinën këtij qëllimi duke mbyllur syt dhe shpërfillur madhështinë e atij që e krijoi këtë gjithësi dhe vendosi ligjet në të. Këtu përfundon komenti i surës Talak. Falënderimi i takon vetëm Allahut të lartësuar.